Këshilli i lartë i prokurorisë hapi këtë të mërkurë garën për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, 3 muaj para përfundimit të mandatit të kreut aktual të këtij institucioni, Altin Dumani. Aplikimet do të pranohen për një kohë 3 javore, duke përfunduar më 8 tetor të këtij viti. Seanca në KLP u ndoq edhe nga përfaqësues të ambasadës së SBA-s në Tiranë. Sipas ligjit, mandati i Dumanit zgjat 3 vite. Ai është drejtuesi i dytë i këtij institucioni, më parë postin e ka mbajtur Arben Kraja. Ndërkohë në proces është edhe përzgjedhja e kreut të ri të Byros Kombëtare të Hetimit. KLP-ja është në pritje të emrave që do të sugjerohen nga SPAK, proces që duhet ishte përmbushur brenda muajit gusht. E ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Valhorn ishte në konferencën rajonale të OSBE-s, ku mes të tjera shpoli edhe për vizitën e kreut të SPAK-ut Altin Dumani në SBA. Sipas saj, kryeprokurori i posaçëm Dumani ishte së fundmi në Washington për të diskutuar me udhëheqjen e tyre se si të luftojnë së bashku krimin këtu në Shqipëri dhe në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, sipas saj, partneriteti i ligjzbatimit midis departamentit të tyre të drejtësisë dhe SPAK-ut këtu nuk u ndërtua brenda natës. Sipas saj, së bashku duhet të mbrojmë atë që kemi ndërtuar.